Funksionet janë bloqe kodi të ripërdorshme të projektuara për të kryer një detyrë të caktuar. Funksionet ekzekutohen kur ato thirren ose thirren. Funksionet janë themelore në të gjitha gjuhët e programimit. Funksionet ju ndihmojnë të ripërdorni kodin, shkruani një herë, ekzekutoni shumë herë. Organizoni kodin në pjesë më të vogla. Bëni kodin më të lehtë për t'u lexuar dhe mirë mbajtur. Funksionet përcaktohen me fjalën kyçe të funksionit. E ndjekur nga emri i funksionit. E ndjekur nga klapa të vogla. E ndjekur nga klapa të mëdha. Emri i funksionit ndjek rregullat e emërtimit për variablat. Parametrat opsional renditen brenda klapave, P1, P2 e të tjerë. Kodi që do të ekzekutohet renditet brenda klapave të mëdha. Funksionet mund të kthejnë një vlerë opsionale përsëri të thirrësi. Në JavaScript, një funksion me një argument na lejon të kalojmë të dhëna specifike në funksion që ai të përpunojë. Nëse një funksion thirret me shumë argumente, më shumë se sa janë deklaruar, këto argumente mund të arrihen duke përdorur objektin argumente. Për të krijuar një funksion me një argument, duhet të përcaktoni një parametër, një emër vendmbajtës brenda klapave gjatë deklarimit dhe të kaloni argumentin, vlera aktuale, kur e thirrni atë.
Kthimi I vlerave nga funksionet. Një funksion mund të kthejë një vlerë përsëri te kodi që e ka thirrur atë. Deklarata e kthimit përdoret për të dërguar një vlerë nga një funksion. Deklarata return. Kur një funksion arrin në një deklaratë kthimi, funksioni ndalon së ekzekutuari. Vlera pas fjalës kyçe të kthimit I dërgohet përsëri thirrësit. Shumica e funksioneve kthejnë rezultatin e një llogaritjeje ose të një operacioni. Vlerat e funksionit të kthyera përdoren shpesh për të përditësuar përmbajtjen HTML. Qasja në një funksion pa klapa të vogla, kthen vetë funksionin dhe jo rezultatin. Në shembullin e tanishëm në Celsius I referohet vetë funksionin. Në Celsius 77 I referohet rezultatit të funksionit. Ky është një ndryshim I rëndësishëm. Në Celsius I referohet vetë funksionit. Ai kthen funksionin. Në Celsius dhe klapat e vogla I referohet rezultatit të funksionit. Ai kthen rezultatin.